sherri më i madh që i bëhet muslimanëve është çdotëria. Duke filluar prej çështjeve më vogla në familje deri që çështjet më të larta të shtetit islam. Familjet i prishin qështu, ai kish thon kështu, ky kish bërë ashtu, ai kish bërë aty ky. Edhe shtetin islam e prishin munafik qështu, ai ashtu, ky kështu. Të rret. Të shpif, të bë munafiki, të bë gibet, të bëhet fjalë pa i thon kërkush. Atë ka thon ty mi bëhet të fjalë dikush, ka autorizuar atë ka. Jo, pse fol kot pa lidhje? Njerëzit bëjnë gibet. Gibeti është më i marr njerëzit veprimet e tjerëve, me shpërnda veprimet e dikujt me shpërnda të tjerë. O djalë kur du mi shpërnda fjalët e mia, veprimet e mia, i shpërndaj une. S'ka nevojë ti më dal, a keni çka kështon ai, a keni çka kështon ky. Vallahi kanë faj edhe ata që të ngojnë, edhe ti që fol. Ti që fol është e ditme. Po ata që të ngojnë tani edhe ata kanë faj, që se kanë fuqinë me thonë, a bën me mshël gojën ti mos me fol hiç. A të veti dikush ty kush çka ka thonë. Për shkak se kur të përhapen fitnet, fjalët mes në muslimanëve, fajet nuk i kanë vetëm ata të cilët i përhapin, po fajet i kanë ata të cilët i pranojnë.